2.100 aplikime janë shënuar në Universitetin e Gjirokastrës gjatë raundit të parë të aplikimeve të të rinjve për shkollat e larta. Burime nga rektorati theksojnë se krahasuar me një vit më parë, kjo shifër është rritur me 300, ku vjet re një shtim i lehtë të interesit edhe për degët e mësuesisë. Rektori Jahucana sugjeron me këtë rast edhe heqjen e mesatares për këto programe studimi. Viti i ri akademik 2026-2027 është një vit i cili në sjell risi për Universitetin e Kerem Çhabej të Gjirokastrës, e para është fakti që numri aplikantëve në raundin e parë të regjistrimeve ka një rritje të ndjeshme me krahasim me vitin e kaluar. Nëse në vitin e kaluar kishim rreth 1800 aplikime në raundin e parë, tashmë ato janë mbi 2100 aplikime, pra që bie rreth 300 student më shumë nga viti i kaluar. Në aplikimet në shikim të parë që kemi bërë deri tani, vrem disa gjëra të reja, siç janë rritja e kërkesës maturantëve edhe për degët e mësuesisë që kanë qenë shumë pak të kërkuara. Natyrisht që kjo rritje është jo shumë e ndjeshme, por në krahasim me vitin e kaluar ka 2 dhe 3 student më shumë nga duke krahasuar shifrat me gjithmonë me vitin e kaluar akademik. Megjithatë është ende jo shumë e ndjeshme ky interesim i maturantëve për degët e mësuesisë. Ndoshta këtu ndikon më shumë vendosja e mesatares, ku unë si rektori i Universitetit e Kerem Çhabej Gjirokastrës mendoj se shpreh dhe mendimin e kolegëve të mi të rektorëve të rretheve por dhe të Universitetit të Tiranës që mesatarja tek mësuesia duhet të hequr, sepse unë mendoj që pikërisht edhe tek sasia qëndron brenda cilësia. Nuk duhet të trembemi në fakti se mund të vinë student ose maturant të dobët të degët e mësuesisë, sepse vetë procedurat e punësimit në mësuesi bëjnë vetë diferencën se kush e meriton për të qenë mësues në sistemin para universitar. Prandaj mendoj që qeveria duhet të rishikojë vendimin e heqjes së mesatares për degët e mësuesisë. Ndërkohë që aplikimet më të larta shënohen në degët e infermierisë, ekonomikut dhe programe dyvjeçare profesionale. Të gjitha degët e tjera, duke filluar tek teta programet që ofron Fakulteti Ekonomik ka një rritje të ndjeshme të aplikantëve, tek Fakulteti Shkencave të Natyrës edhe këtu rritja është pothuajse e ndjeshme, tek degët e infermierisë, tek teknologjia e informacionit e tjera. Natyrisht që programet dyvjeçare janë mjaft të kërkuara sepse janë pa mesatare. Të 5 programet kanë mbi 150 aplikime studentësh, pra një numër i konsiderueshëm. Të gjithë ata që nuk gjejnë dot mundësinë për të vazhduar bachelor, kanë mundësinë të regjistrohen në programet dyvjeçare që ofron universiteti jonë. Përse ka ndodhur kjo rritje? Kjo rritje ka ndodhur për shkak se Universiteti i Kerem Çhabej Gjirokastrës nga viti në vit po e përmirëson ofertën e vet akademike, gjë që e bën një qendër shumë të rëndësishme, duke kthyer gradualisht në një qendër kërkimore shkencore të shumë të rëndësishme në jug të vendit, dhe mbi të gjitha duke ruajtur fizionominë e saj, duke kthyer te tradita e saj, duke qenë një i cili ka qenë një nga universitetet më të mira të vendit, dhe këtë ne po konsolidojmë hap pas hapi. Sipas rektorit Jahucana, kjo panoram lidhet edhe me rritjen e performancës së Universitetit e Kerem Çhabej, i cili tashmë ofron edhe programet e përbashkëta me universitetet europiane. Risia e këtij viti akademik është fakti që neve për herë të parë hapim një program të përbashkët në infermieri me Universitetin Oriental të Piemontes në Itali, një nga universitetet më prestigjioze që ofron studime të thelluara në fushën e mjekësisë, një universitet mjaft prestigjios në Europë dhe më gjerë, gjë që e lehtëson punësimin e studentëve tanë në maksimum në karrierën e tyre akademike. Të deg, pavarësisht se u hap me vonesë, deri tani janë 33 aplikime nga 12 që është kuota e pranimeve që kemi vendosur ne për si vitin e parë. Natyrisht që kërkesat në këtë deg do të jenë gjithmonë në rritje, sepse u fut me shumë vonesë në kalendarin e studimeve ose ofertën akademike të universitetit tonë, kështu që për vitin e ardhshëm akademik këtu kërkesat do të jenë gjithmonë dhe në rritje. Po kështu dy degët e përbashkët që kemi në Fakultetin Ekonomik me Universitetin e Molises dhe të Salentos kanë kërkesa të konsiderueshme, gjë që tregon se maturantët tashmë po ndërgjegjësohen për vlerën që kanë diplomat e
dy fishte. Ndërkohë, ne brenda muajit shtator presim delegacion nga Universiteti i Aninës, po dhe ky një universitet po shumë prestigjioz, për të cilët ne kemi bërë takimin e parë dhe është vendosur në parim për hapjen e një sër programeve të reja akademike në bashkëpunim me Universitetin e Aninës, gjë që do t'ja rrisë së tepërmi potencën e universitetit tonë dhe do ndikojë dhe në rritjen e rankingimit të universitetit në rang ndërkombëtar. Raundi i parë i regjistrimeve zhvillohet nga 26 korriku deri në 8 shtator dhe ndahet në 7 faza 48 orëshe.